Zgjimi herët është zakoni që mund të transformojë mirëqenien e mendjes dhe trupit tuaj. Zgjimi herët në mëngjes është standardi më i famshëm i mirëqenies kohëve të fundit. Është i nxitur një trend nga mediat sociale ku postimet të panumërta shfaqin rutinat e mëngjesit që kombinojnë stërvitje, kujdesin për veten dhe kujdesin për lëkurën për të transformuar orët e para të ditës në kohën më produktive të ditës, që nga agimi e mëtutje, produktiviteti, energjia dhe përqendrimi zëvendësojnë gjumin duke rregulluar ritmet cikardiane dhe duke ulur nivelet e stresit dhe duke promovuar një menaxhim më të mirë të kohës, duke ju lejuar të përfshini momente të dedikuara të rësisht për veten tuaj në agjendën tuaj të ngjeshur, por ndërsa për disa ky grup zakonesh vjen natyrshëm fal një predispozicioni biologjik për të zgjuar herët, të tjerët luftojnë duke vuajtur pasojat e një kronotipi që e bën orën me zile armikun e tyre më të keq. Studimet mbi jetëgjatësinë që kanë formësuar mirëqenien bashkëkohore dhe kanë riformësuar rrugët e saj, kanë hedhur dritë mbi zakonet që ndikojnë pozitivisht në cilësinë e jetës. Ndër këto, gjumi përfaqëson një ndryshore thelbësore, një proces rigjenerues që pastron trupin nga toksinat, kontrollon hormonet, ul nivelet e kortizolit dhe ndjeshmërisë ndaj insulinës dhe ka efekte pozitive në moshën biologjike dhe për ndalimin e sëmundjeve kronike dhe obezitetit. Por cilat janë këshillat për një gjumë më të mirë? Fjetja mjaftueshme, 7 deri 8 orë në natë, ngrënia një vakti të fundit herët dhe shmangja e përdorimit pajisjeve elektronike para gjumit janë rekomandimet më të zakonshme për krijimin e një ritmi të shëndetshëm gjumëzgjim dhe zbutjen e çrregullimeve si pagjumësia. Në të njëjtën kohë, rituali që shënon fillimin e ditës luan gjithashtu një rol të rëndësishëm duke plotësuar këto zakone dhe duke hedhur themelet për një jetë që zhvillohet në ritmin e lindjes dhe perëndimit të diellit. Idealisht, zgjimi midis orës 6 dhe 7 mëngjesit lejon që ora juaj biologjike të sinkronizohet më mirë me ritmet tuaja cikardiane dhe për këtë arsye të përfundoj ciklet tuaja të gjumit dhe zgjimit sa më natyrshëm të jetë e mundur. Thyerja e këtij modeli optimal, përveç atyre zakoneve që konsiderohen të dëmshme nga standardet e jetëgjatësisë, është gjithashtu një faktor i lindur, kronotipi juaj. Të qenit një person i mëngjesit shpesh varet nga një tendencë gjenetike lindur, një predispozit për ta bërë ditën qendrën e produktivitetit tuaj. E njëjta gjë vlen edhe për ata që përcaktojnë veten si njerëz të natës, pra që përkundrazi jetojnë kryesisht në orët e mbrëmjes duke qëndruar deri vonë për të përfunduar të gjitha detyrat që ata zgjohen erë dhe i bëjnë më mirë pas zgjimit.